Faleminderit. Andoni, besoj ndoqët mbrëmjen e djeshme intervistën ekskluzive, në fakt në Frontline të kolegës Karapanço Report Televizion dhe ishte për herë të parë fal inteligjencës artificiale që transmetuar në televizion. Dhe Erion Velia i ndër të tjera u shpreh se arrestimi i tij është një përpjekje sipas tij për të goditur Partinë Socialiste para zgjedhjeve. Si e komenton? Jo, mendoj që kjo është më shumë strategji e zotit Velie për të mbrojtur, po patjetër që ka dhe element ku ti mund t'i besosh që goditjet sot të SPAK-ut janë shumë të ashpra në pjesën e majtë se sa tek pjesa të themi e Partisë Demokratike. Dhe ky është ai filli që e lidh. Në fakt ju e dini tashmë që zoti Velie në daljen që do ketë tash në apel ka betejën e parë të madhe, sepse në qoftë se do qëndrojë përsëri në pas hekurëve, atëherë ai vetë duhet bindet që dosja e tij përbën tashmë një problem shumë të madh që ai duhet realisht ta përballë. Ndërsa që thuhet për Partinë Socialiste, nuk besoj që është deri diku ajo që thot, përveç konstatimit që bëra pak më përpara, për arsyeën e vetme që në qoftë se keni parë me kujdes, qoftë nga Partia Socialiste, po qoftë nga Partia Demokratike, po çfarë po paraqit media ose individë ndryshëm, politikanët pothuajse nuk friksohen fare nga SPAK-u. Shumë vetëm t'ju them një element. Ne kemi për shembull fondet e IPARD-it, të cilat në qoftë se duhet të besojnë realisht atë bllokim që kanë bërë strukturat europiane dhe që kuptohet që kushton ai shumë fermerëve tanë, dhe përgjegjësit e saj që nga ish ministri i Bujqësisë me radhë duhet të ishin pas hekura, po jo vetëm që s'ka ndodhur një gjë e tillë, por duket që kjo çështje nuk i duket as fillimi as fundi. Për mos përmendur pastaj 21 janarin, që personalisht besoj që është dosje pothuajse mbyllur, dhe Kërteci që më duket tashmë gjithmonë më shumë i largët. Prandaj po them, ky sens i zotit Velia që thot për të goditur Partinë Socialiste, personalisht nuk e besoj shumë. E para sepse Partia Socialiste ka një ndërtim të tillë kapilar, i cili është rivendosur tani në funksion, dhe kur shikon qetësinë se si artikulon një pjesë e tyre, duket që paafrohen drejt një mandati të katërt. Kjo edhe me ndihmën që po jep Partia Demokratike me lëvizjet e saj. Por e shikoj këtë të gjithë si një lloj strategjie e zotit Velie për strukturën e mbrojtjes së tij që me sa duket do të jetë shumë plançe. Ka filluar me prokurorin, që për hir të vërtetës ka lënë për të dëshiruar në të gjithë procesin e tij, dhe pastaj me gjithë elementet e tjerë. Por dosja që paraqitet para zotit Velie është një dosje që unë mendoj që ai duhet përgatitet mirë sepse e pret një sfidë e jashtëzakonshme me drejtësi. Ndërkohë, dalim pak të koalicionet tashmë që janë zyrtarizuar, socialistët janë të vetëm. Si shikoni koalicione e Partisë Demokratike? Po flitet se për shembull në Tiranë janë shumë emra që do të jenë listë sigurt, listë mbyllur, por që janë dhe nga aleatët. Do të ketë pak kënaqësi për shembull brenda vetë Partisë Demokratike? Po tjetër, unë ju kam thënë që përplasja e parë ke Partia Demokratike në fakt ka ndodhur, po përplasja e parë reale do jetë në momentin kur do të çohen listat në KQZ dhe ne të dy e dim shumë mirë që ato lista do të çohen në momentet e fundit, që një pjesë e individëve mos kenë mundësi që të kundërshtojnë ose të bëjnë gjëra të tilla. Po ti ndjen pak kënaqësinë e cila është e heshtur ke pjesa e Partisë Demokratike për një element shumë të madh, që kur shikon pjesën qendrestare të Partisë Demokratike, mënyrën se si luan zoti Berisha me ata, dhe nëse është kjo listë që ai ka parashikuar që nga republikanët deri ke PDU-ja, mendoj që nuk dua të përdor fjalën tallje, se është fjalë pak e rëndë, por dua të them është neglizhim, po përdor një fjalë eufemike, është realisht një neglizhim shumë i madh për njerëzit e Partisë Demokratike. Dhe pastaj kur kujton për ato akuzat që kanë bërë mes njëri tjetrit dhe një pjesë e tyre tashmë do dalin dhe do riprovojnë veten në lista të hapura, kuptohet në atë momentin se ju e dini që do ketë edhe një zgjidhje tjetër edhe për njerëzit që kanë kaluar pragun, atëherë arrin kuptosh që
koalicioni i Partisë Demokratike është më shumë një lloj koalicioni i cili përfaqëson interesat e zotit Berisha, që nga një anë mund ta gjykojmë që është dhe strategjia e tij për të paraqitur në zgjedhje, sesa realisht ajo që u takon aleatëve, që do të thotë në mendimin tim, dhe u besoj keni parë tash në intervistat tuaja, një pjesë e tyre duheshin lënë në terren të testonin veten. Ka disa partia aty të vjetra, domethënë duke filluar nga Partia Republikane, Partia e Zotit Starovan, mos gaboj, dy partitë e Pallit dhe të tjera, që duhet të provonin veten. E para për shkak vetëm të marrësh ballin kombëtar. Një parti me një trashëgimi të tillë, megjithëse ajo është parti e majt, ju e dini që Palli është parti e majt në thelb, duhet arrinte të tregonte realisht që pinjollët e tyre, qoftë nga ana historike, po qoftë puna e tyre që kishin bërë pas vitit 90, e justifikonte bashkimin dhe justifikon dot votat që ata do sjellin. Do shikojmë në fakt në votime. Por shikoj që zoti Rama është jashtëzakonisht komod dhe ka filluar të artikulojë gjëra që s'kan lidhje me zgjedhjet. Dhe kjo është shqetësuese për mua.